Protesta e banorëve të Rjollit këtë të shtunë u përshkallëzua pasi ata hynë në kantierin e ndërtimit, duke e shkulur rrethimet me tela e hekura. Qëndresa e tyre kundër ndërtimit të një resorti mori mbështetje masive nga qytetarë dhe aktivistë të ardhur edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Për të Shkodra ata shprehin se do të vijojnë të jenë në mbështetje të protestave kudo. Është disa herë, unë personalisht e kam të 5 herë. E kemi filluar që para 2 muaj e ca, ndoshta më shumë, 3 muajsh, bashkë me një mallakastriot dhe një vlonjat, duke parë dhimbjen, vuajtjen, persekutimin që po vuanin nga kjo qeveri, nga kjo oligarki. Banorët e Rjollit vendosëm që do vemi janë një person që duhet të ndihmoj, sepse kam bëjtur kuriztim, unë jam mallakastriot, ashtu se na kanë prishur në fabrikën e naftës që nuk ishte jona, ishte gjithë Shqipërisë. Isha në Zvërneca të ditë, kur ndodhi ajo tragjedia që aty personi që morën zvarr, kur ne me disa të tjerë shqyem ekurat. Jemi në një situatë, kërkojmë të bëjmë diçka që ky popull të ndalojë persekutimi, vuajtja. Këta bën nomi këtu morua, pas bën nomi do bënu. Gjë pa besueshme. Ju keni tokë? Po, kam ble do tokë një atë. Edhe kam marrë me dal zot, se më marr ashtu. Po pa kjo histori. Zotnia ka fituar dhe letat atë ku kam bleun. Krahas protestës së zhvilluar në Rjoll, banorët kanë bërë me dije se do të jenë çdo ditë tek protesta kombëtare në Shesh dhe përpara kryeministrisë.